se me erdhët në një vlog të ri. Shifni tani po qeshnim, ne do thoni ju pse. Se Enja nuk ka hipur asnjëherë te karroca, kur ishte e vogël, nuk donte të qëndronte në karrocë. Edhe po qeshnim se po hipën tani që po bëhet 3 vjeç. Edhe i thoshte Violi do hipur sa, i themi ne nga Korça kemi një shprehje, sa gomari hallus. Edhe po ri për qef aty tani po ja ndjen lezetin karrocës ajo. Shifni? Ne po dalim të bëjmë një xhiro. Me qënë se është vapë në brenda dhe thamë është më freskë të dalim, të ecim pak. Tani mund të dalësh, tani është orat 8:30, 9 pa. Nuk e di tani, drejt 9 po shkon. Është akoma ditë. Ja t'ja u tregojmë, jo, ja kemi treguar, ja u kemi treguar këtë pjesën këtu. Destinacioni Kria. Goca zgjidhi nga një çantë, do t'ja u blej unë. Përshëndetje dhe nga unë. Se pra do t'i përshëndesen që i goca tu, se po t'ja u tregoj qytetin. Si mi jeni, si mja keni kaluar. Ne kemi shumë vapë, ashtu si që kam thënë edhe në live, jemi shumë vapë. Tani kemi dalë një xhiro. Vedem ta shikoni Enjan se rri në karrocë. Vedem ta shikoni. Ku ka qenë më përpara moj gocë? Ku ka qenë? Goca, shikoni pak, ky është fustani që më pëlqen më shumë. Ka shumë gjëra të bukura, këtu pa i më pëlqente më shumë. Pita. Apo punohet në shtëpinë tonë punohet. Tani, ne kemi bërë para një muaj e gjysmë, nuk më kujtohet mirë kur ishin prindrit, kemi bërë një dëm. Kam bërë unë me pak fjalë një dëm. E nisi Enja, përfundova unë. Enja e ndoti tavolinën, jo të gjithën, një pjesë, kurse unë nga nxitimi duhet ta laja vetëm me hava. Unë ç'a bëra, hodha një lloj detergjenti, nuk më kujtohet mirë tani Detol, nuk di ç'a i hodha, dhe e dogja. Sepse me sa duket pjesa lart nuk është dru i vërtet. Ishte një si tip mbulese që hiqesh kollaj. Nejse, histori më vete. Edhe sot babi na i rregulloi çfarë i vendosëm një ngjitse. Nuk është ngjyra, nuk gjetëm, nuk arritëm që të gjenim të njëjtën ngjyrë, po të paktën arritëm që të mbulonim defektin dhe ja tavolina duket kështu. Derisa ta sistemoj prapë Enja, t'ja tregoj vendin prapë. Ja, tani ka të punimi, duket sikur është një punim truri, por thash nuk arritëm që të gjenim të njëjtën ngjyrë. Tani do thoni ju mund kishe pritur të gjeje. Ne presim njerëz në fillim të muajit, nga data 6, presim njerëz, kështu që nuk priste puna goca, se kemi për të rregulluar dhe xhamin që theu Enja, kështu që voilà, e bari babi, i lumshin duart. Si thoni goca, e kam qarë? Kisha pak oriz, jo shumë, me qënë se ishim vetëm për drek me Enjan, thash po bëj një byrjan, i themi ne, tav me oriz, si ku unë i kam hedhur dhe karota dhe paprika, pak fare, edhe gjysmën e pulës që më kishte ngelur, e kemi në menuqin. Na bëft mirë. Goca, a t'ju jap një ide tani si mund të bëni një kafe të ftohtë edhe të shijshme? Njëra prej ideve që kam, do t'i provoj vetë një nga një, ato që shikoj dhe do t'ja u tregoj. Shiko, pas kam dhe rrugë goca. Shiko tani. Unë kishan akullore me vanilja të shtëpia dhe çokoladë. Dhe nuk kam Nespresso, por kafe turke, siç e dini unë më tepër e pi konsumoj kafen turke. Kështu që unë e bëra kafen turke, e zjeva, normalisht në xhezve, në moka, çfarë të keni, dhe e lash të kulloj pak, sepse llumi duhet të ngelet poshtë, e lash të kulloj për 2-3 minuta, nëse doni mund ta lini edhe të ftohet ose ta vendosni edhe pak në frigorifer, që të kthehet në temperaturë ambienti, ose nëse doni që akullorja të shkri direkt brenda, të jetë si tip e mbytur, i thon italianët, si të dëshironi mund ta lini dhe ashtu. Të nxehtë pra kafen. Unë e lash të nxehtë, jo shumë të ftohtë, e lash të kulloj llumi poshtë. Edhe diçka më kaloi, domethënë prandaj është bërë kjo këtu. Po nuk ka problem, nuk ka gjë. Tani, kafja turke, unë e bra pa sheqer, duke qenë se akullorja është vetë e ëmbël, edhe akullorja me vanilje dhe çokoladë.
Në qoftë se doni, unë I kam hedhur dhe pak pana, shumë pak pana. Pak pana, sepse tasha Gloria është vetë e ashtë. Më bëftë mirë dhe... Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Qa do a Jenja? Ku si bëre xhamin? Nuk I ke një aty janë. Qa do ha Jenja? Jenja qa do haj? Quqaqe? E nga trovi, quqaqe. Mirë që kemi ngel pa bukë, po kemi ngel dhe pa benzin. Tani doni të shkonim diku të bënim në një foto, dhe nuk kemi benzin dhe këtu mbyllen orën 10. Ai bie njërë kosin, po t'jem hapur. Ja ta shikojmë mirë tani. Unë them në Shqipëria 24 orë hapur benzinatot. Këtu mbyllen, duhet të ketë 24 orë, por nuk e di, duhet jetë më larg se nuk është këtu. Milje. Tani e di qa po më thoshte e burri që pse thua sikur do thënë këta qa ka bëjnë kështu pa bukë, pa benzinë. I thash, po pse po s'ka ngel ndonjëherë këta pa benzinë dhe pa bukë? Ja, me atë rast ju bëjmë dhe një gjiro, shikoni dhe pjesën tjetër këtej që unë nuk vi dot në kamp, se është më larg. Tani pa bukë s'kishim ngelur, ne po, aty afër. Kjo rruga këtu më kujton spitalin, sepse larg gjithë është spitali dhe kur vija bëja vizitat. Kjo do ma duket kjo, e dallon direkt, mbyllur që janë ka ja. Shka mbyllur? S'kam asfalt. Mbyllur ishte. I kanë mbyllur benzinatën. Kthehemi. Kjo do ma duket, janë mbyllur mami, që në ma duketet këtu. Është ditë ora. Shqipëri, ku je o Shqipëri? Gjetëm, do thoni, do thoshtë, buri tani për sedre ka gjetur këta e hapër, do thoshin që ku jetojnë këta që nuk vinë do të benzin. E gjetëm, e shikoni e gjetëm. Shikoni ku më ka qëllë buri mua. Se shikon ta. Ata nuk duke qyteti. Ja, do bëjmë janë gjithë foto tani, në qofë se duket mirë. O dhe Hana, ju përshëndesim.